Tani nuk e kuptoj këtë unë që i zgjedhur zoti Berisha 82 vjeç, ai të ketë jetë e tjera, por projekti i tij është për 4 vitet e ardhshme. NATO-n e drejtoshin e pat Erdogani dhe Trumpi, pak a shumë këtë moshkan. Drejtojnë gjithë sigurinë e botës. Mirë, ti mund të thuash edhe këtë që bota është bërë e pleqve, se edhe kampionati botror me pleq ishte, edhe samiti aty ishte me pleq, jo, rregull jeni ju të PD-s thoni, është edhe një kryeminist që janë 90 vjeç andej nga Afrika se nga është ai. Rregull jeni ju. Po si ndihet një i ri si ty kur kryetari juaj thot jam 82 vjeç dhe në projekti im është edhe 4 vite të tjera. Shiko, unë mjenjat e mia mi përcakton elektorati, nuk mi përcakton drejtuesi i Partisë Demokratike apo forumi drejtuese të Partisë Demokratike. Unë shqetësim kam kur ulem atje poshtë në elektorat dhe kur kërkoj votën, më thët, ty ta kisha dhënë votën, po i kam bërç filanit edhe fistekut. Kjo më shqetëson mua më shumë se sa çapa një parti politike. Ti interesuar të fitoj PD-ja apo të fitosh vetë? Jo, edhe herë, po më shpjegu triut pra se më futet në identifikimin siri. Njëri shqetësohet nga mentaliteti që ka votuesi shqiptar. Pra nëse ne nuk votojmë cilësinë, por votojmë interesin, jena në feudalizëm, klientelizëm. Kjo është më shqetësuese se çfarë vendimesh dhe çfarë veprimesh e çfarë moshet ka drejtuesi i një partie politike. Pra, unë e mendoj, ky është mendimi im, unë e mendoj që ndryshimet fillojnë duke ndryshuar mentaliteti i votuesit shqiptar. Por nuk ndryshon asgjë se si do të sillet kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm apo drejtuesi i Partisë Demokratike. Më bëre deviancë të madhe këtu. Po ja them sinqerisht. Pra unë si kandidat, pra apo thoni ju si i ri që don mu imponu në politikën shqiptare, që don me pas zanë do të fitoj PD-ja apo jo? Po nuk jetu më pyet për këtë. Nuk jeni tu më pyet për fitoren e Partisë Demokratike. Për fitoren e Partisë Demokratike duhet të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Për fitoren e trive dhe cilësisë duhet të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra emëruesi i përbashkët i gjitha nevojave që ka shoqënia shqiptare dhe unë si i ri që du me kenë përfaqësues si kësaj shoqënie në Parlamentin shqiptar, për mua janë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe vota i zgjidh gjitha këto debatet pak Teti, pse u ktheve nga Franca? Sepse shkova më u kthy. Shkova me pas. Në cilin vit shkot? Kam shku në 2017. Dhe sa vjet? 2017 fillova nga fillimi, bana 2 vite gjuhë, 3 vite bachelor, 2 vite master. Në Paris? Në Montpellier. Montpellier. Po. Për çfarë studiove? Histori marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca sociale bachelorin. Se këtu ke marrë inxhinieri ndërtimi? Po. Po ç'ishte ky kapërcim nga inxhinieri ndërtimi? Po kultura shqiptare, pra që duhet me pas një profesion me hunger book, që shkencat sociale nuk janë shumë të rëndësishme në Shqipëri, që është e vërtet, për mendimin tim. Nuk e di si është situata sot, po në 2009 kur unë kam kryer gjimnazin, u dote nxënësit e mirë me shku ose inxhinieri ose mjekësi. Pak a shumë në këtë kontekst unë zgjodha inxhinierin, e mes inxhinierive fitova. Po e përdore diplomën? U morën? Kam punu për shumë pak. Kam punu për shumë pak, se mandajna kam punu në menaxhim, mandajna kam kenë, po themi... Ka fjalë nuk e qëndërtues ndonjëherë. Jo, kam punu në një firmë ndërtimit për shumë shkurt, si me thanë. Qartë. Por dëshira për këtë shkollë nuk miku prej profesionit sa që miku prej pedagogëve dhe prej shkollës atje. Pse? Po ishte një katastrofë, bile kur unë ika në Francë dhe profesorat u silleshin normal më çuditë. Si ka mundësi që sillen kaq normal, pra që nuk janë kaq agresiv. Pra inxhinieri ndërtimit. Se këtu profesorët ishin agresiv? Të tmerrshëm. Ti inxhinieri ndërtimit? Të tmerrshëm. Po pse? Pra unë isha nxënës olimpiadash, pra e dosha shkollën, nuk isha person që më detyrote kush me studiu, dhe kur shkova aty unë isha si katërshalac. Sepse kishte dhunë psikologjike, kishte sjellje komplet jo etike, notat ndryshe ishin për ato që pagushin lek, ndryshe ishin për ato që s'pagushin ose s'kishin miq. Sjellja me Ti inxhinieri ndërtimit gjithmonë. Aty e kam provuar, por nuk besoj që është rasti i izolum. Pra në 2009 kjo ishte situata. Dhe tu shpifte shkolla. Tu shpifte shkolla, mandena ajo shkon ta kryej shkollën, diplomohem, por nuk du me bë këtë gjë në jetën time. Pra një për elementëve ishte kjo, por pak rëndësi ka, unë pasion. Jo ka shumë rëndësi kjo, sepse mirë, ju e dini besoj gjendjen e universiteteve shqiptare. Pra tash ka ra edhe interesi për me shku në shkollë, pra, në fije. Njerëzit nuk e kanë marrë obsesionin siç ishte në 2009 kur unë kryeva gjimnazin. Pra ishte shumë e rëndësishme me shku në shkollë, sot është shumë e rëndësishme me ikë për Shqipërinë. Fatkeqësisht. Pra për brezin tonë ishte shumë e rëndësishme diploma. Sa jetuat në 7 vite. 7 vite. 7 vite, më shumë se 7 vite, ika në 2017, jam kthyer në 2000, po, aq i bën 7 vite. Në tetor jam diplomu, në nënor kam kënë në Shqipërinë. Po pse erdhe? Sepse shkova për mu kthy.
Pra shkova me marrë studime në shkenca politike, gjatë viteve të gjus zbulova këtë degën, histori marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca sociale, madje ishte për anekdotë, si thënë, një libër që më bani më ndërshu, pra Sapiens, ndoshta ju e keni lexuar, Yuval Noah Harari. Ai është historian dhe më pat impresionuar mënyra se si trajtote faktet historike për me shku në konkluzione, po themi, filozofike, dhe fillova të u interesu për pjesën e kësaj deks që po ju them unë, histori marrëdhënie ndërkombëtare, dhe dosha me krye studime pra në këtë fushë për me kanë më i kompletuar, po themi, për mu marrë me politikë. Pra, se me Partinë Demokratike dhe ju me Partinë Socialiste? Fillimisht është si shumica e shqiptarëve, pra në dy kampe, ndame ma shumë historikisht se sa ideologjikisht në dy kampet politike. Familja jeme vjen pra nga dy krahët, nga ishpërnar dhe njerëz që nuk e kanë pas. Cilët janë personat e familjes tuaj? Po, familja nga ana babës është Kopliku dhe nga gjyshja, si më thënë, e babës është familja Saraçi. Kazast kanë kënë po ashtu pjesë e dajave gjyshit, pra po them rrethin e familjeve të nga ana babit. Nga ana nënës është Alushi, Bakalli, kanë kënë familje që kanë pas prona, kanë pas, si më thënë, nuk kanë kënë preferuar të regjimit. Po traditë ose kështu pjesëmarrje në politikë kanë pasur para arsit tuaj? Nana jeme ka kënë 2 vite, ka kënë deputete e Parlamentit Shqiptar. Do të thënë ju jeni djali i Irma Koplikut. Ju jeni djali i Irma Koplikut, deputetes? Po, ish deputetes. Ish deputetes, po deputetet dikush. Ja, po t'ju shpjegoj se duket sikur kështu traditë familjare. Jo, po kjo s'është gjë e keqe ti. Nuk është gjë e keqe. Se s'do ta kesh atë, unë jam pro kësaj. Dhe tradita familjare është një gjë shumë e mirë dhe djathët e kanë këtë. Nuk është rasti pros. Dakor, kishte shumë me kanë rasti, por nana jeme nuk vjen prej botës politike. Nana jeme vjen prej botës akademike. Dhe në 2013 ishte pjesë e listave diku e 8, 9, 10, pra listat krejtësisht mbylluna, dhe në 2015 Voltana Ademi bëhet kryetare e bashkisë dhe femna e parë që ishte në listë futet në parlament që meti përgjatë 2 vite, pra nuk vjen për një karrierë politike nana jeme. Nana jeme vjen për një karrierë akademike. Dhe gjatë viteve që ishte deputete, nuk merret. Po me çfarë merret mamaja? Është pedagoge në Universitetin e Shkodrës. Tani nuk të ktha ndonjëherë mamaja Orbird, duhet të futesh në politikë. Nuk e ditë nana për me mblan kështu këshilla, pra këtë po mundohem me ju shpjegu. Pra, gjatë viteve që nana ishte në parlament, unë isha, po themi, asistentin thojza i saj, sepse unë e kisha pasion këtë gjë politike. Ndërkohë, nana jeme vjen me një reputacion në botën akademike, që sigurisht tek pjesa e listave bashin pjesë shpesh për dekor, po themi, por edhe për me dhënë një qasje tek listat e të 2 partive politike. Cili deputet nga Shkodra vlerëson më shumë në gjithë, po themi, nga 1990 deri tani? Keni një model, një kështu që të pëlqen? Përveç mama, se maman patjetër që... Mama e thash, si nanë është e jashtëzakonshme, ku ka cili fëmijë ka Tedi, unë do doja që më shumë parlament ishe Irma Kopliku se sa tjera ty në PD, po ç'është tjetër kjo? Shiko, politikan ka pas më thënë, Pjetër Abnori është një prej figurave që e ke vlerësuar, vjen në mend i parë, pra sepse vjen nga një Pse Pjetër Abnori? Po sepse vjen nga një vujtje e tejs gjatën, pra është e shpresa që e marrë. Po jo, a i dha dhe në politikë, jo thjesht. Po ja, dhe më thënë, fillon tek besimi që diçka ka me nërshu. Sepse ti është në burgje që i thet, ti do të lodhesh të më shkry letrat, unë s'do të lodhem duke shkru, apo jo? Jo, batuta e ti është, këta nuk janë socialista, këta janë specialista. Ajo është perfekte, po thëmë është një nga personazhet emblematik, po themi, të parlamentit shqiptar në kohën e Partisë Demokratike, po gjithë ajo plejat, po themi, aty në viteve ka pas cilësi të jashtëzakonshme në parlament. Cili është mendimi juaj për Jozefina Topallën, ka qenë kryetare e kuvendit për 8 vjet dhe një nga edhe sot është deputete dhe një nga politikanet më të rëndësishme që kanë zgjedhur Shkodrën në këto 36 vjet. Politikane shumë e fortë, pra që ka përfaqësuar nivelet më të larta Shkodrën, ka dhënë shumë për qytetin, pra vitet që Jozefina Topalli, po themi, kishte po themi pushtet në Partinë Demokratike, janë vitet që pat më shumë investime për Shkodrën, që është diçka pozitive që metet nga historia politike e zënjës Topalli. Ajo që më e mend unë është edhe betejë që i ka bë përfaqësuesve të krimit në fillimet e viteve 2013. Me emra mbi emra. Me emra mbi emra dhe ishte guximi i madh. Pra ajo ishte thymja e një heshtje, po themi. Dhe sigurisht është të mbështet Jozefina Topalli?
nuk I kam kërkuar mbështetje ekskluzivisht zënjës Topallit. Dhe pse është bërë kaq e urtë Josefina? Nuk e di tash, unë nuk futem kështu analizash, nuk I studioj në këtë pikun për me ju thënë. Tedi, është bërë e urtë Josefina? Janë 140 deputet. Nuk e besoj, po ndoshta 140 deputet nuk kam mundësimi dikur kur ishim të ri, sepse ka rradhë rëndësia e parlamentit. Pra, ishte ato vite që kishim 2 orë drita, 2 orë pa drita, dhe unë maj mend që ai inverteri që kishte disa orë caktuar për maj televizorin nes, seancat e parlamentit shqiptar ishin umbledhte tan familja për një gjuhë. Pra ka pas cilësi parlamenti shqiptar. Kurse sot është bë edhe bota në përgjithësi, sepse sot është bë një obsesion për klikime. Nuk ka më nevojë për cilësi mendimit, ka rëndësi me bë lajmin.